lufta ka filluar kryesisht prej vitit 1990. Me sigurisht me kryengritjen të familjeve Geci, edhe sigurisht me duke dëgjuar në lajme, a kupton? Edhe sigurisht që në atër Femila Drovci, nga Kroacia ka pas gjitha këta që disa prej Ukshin Otit, që në kanë vazhduar prej 1900 besoj 89-ën, me ato takime të fshefta, po dikush nga informatat, cilat Serbia ka pas shumë informatat, më thënë shumë njerëz që kanë punu për Serbien, edhe i kanë gjetur disa njerëz... Po, nuk e di, nuk mujtë të them sepse edhe tani disa prej tyre i kanë marrë në burg, disa janë larguar në diasporë, edhe prej diasporët, disa prej këtushit, disa prej diasporët. Edhe kanë nisë kryen ngritje, më thënë, kanë ngritë, më thënë, cilën të pa drejtë për nga bëjnë në Serbia, vazhdimisht ka vazhdu, dhe më thënë, duke mbrojtur pragun e shtëpisë. Çdo kush pragun e shtëpisë. Tani momenti që ka plas, si u kanë marrë në shtëpia, që ka ndodhur? Njerit Serbia i ka mshet shkollën edhe, gjitha. Na kemi shku shkollën në për podruma, në për podruma shkollë? Po, në për podruma, në për shpijet që pa banushme të vjetra, në restorane. Do me thë shkollën një keni bënë në podrume, shpijat vjetra, restorante? Ashtu se shkollat tona që janë shqiptare, në kanë bluku, në kanë mshet. Më të nuk kemi pas. Ardit e këtu të pak. Dëgjo... Tregon që shkollën në kohë lufte kanë bën podrume, shpija vjetra? Jo në kohën e luftës, më falë. Kur plasi? Pre 95-ën. Neve pre 95-ën në kam byllu shkolla. Në kam Mea Ligermeno, gjitha shkolla shqiptari. Dhe më tanë ku Kosovë në kam byllu. Por tani me një marveshje, Oldbrukum duket në aso kohë, ambasadori Amerikan, edhe sigurisht me presidentin indjeri Ibrahim Rugova, dhe kanë arritur një marveshje spaku me liru shkolla. Sepse Serbia ka pas një qasje shumë pozitive kundër nesh cila. Dhe më thënë, a i ka pas kështut. Nëse ja bylli diturien shqiptarve, një vjet, aja është brapa 50 vjet. Një personi kur nuk ka dituri, nuk ka shkollim, aja është brapa 50 vjet. Ne përdorim një shprehje, peshku kalbet nga koka dhe koka është arsimi. Kjo është aja, bra, tali, Të lutem kontrolloj mikrofonin. Po pa tjetër. E tani, çka është të keqja, a i ka, do më thënë, gjitha me 1991-ën, 92-ën, i ka ekur kërret... Shkollat. Jo, se shkugjok jo. Ne jemi 95% shqiptar, 95% duket, mund me qenë 2% sërb, edhe tjera boshnjak, përzim, ashkali, romë e gjitha. Në Kosovë. Edhe po, ta të rrgoj. E tani, neve në kanë, gjitha, do më thënë, ne kemi qenë edhe punësuar, babalartë e tanë, baba i kësaj, baba i ti, edhe nga punën në kanë larguar. Do më thënë, ne kemi jetuar nga shqitore tona private, nga diaspora, konkretisht nga diaspora. Nga diaspora, po. Gjitha me kryetar komunës, me drejtora, me shkollime, me këtë në kanë eqër për punës, edhe plus në kanë mshelur, në kanë byllur edhe shkolla. Në atë periud, falë që ndërpres, në atë periud, unë e di që pjesët diasporës që ka lutë shumë rol, sidomos në UÇK-n e Kosovës ka qenë edhe Ali Ahmeti, që u bë pastaj në UÇK-n e shqiptarëve të Maqedonisë, dhe akoma kryetar i partisë politike BDI atje. Dëgjoj tani. Tani, unë nuk e di këtë gjëse, Ali Ahmeti ka qenë në diasporë, ka qenë në studimet e politikës, e kam pa në Racin të familja Durak-Duraku. Kam kënduar këtë aty. Ali Ahmeti. Po, tata. E tani, prej 1991-ën, kret babi i ti, kret që kanë qenë punësuar në drejtoria, apo në institucionet shtetërore, gjithë janë larguar nga puna. Të gjithë. Dhe më thënë, kam punuar, po, e dëbu, dhe më thënë, kam punuar vetëm sërbë dhe disa komunitetet tjera. Oke? Cina kam pranuar... Servil të tyre. Tani, ndërto ka pas edhe disa servil, shqiptarë të cilën ka punu për ata, spijuna. Normal, gjithmonë ka spijuna. Fatkesisht që kjo është e vërteta. Edhe tani, 1996 ka nis pak më shumë organizimi i ushtërisë shqiptare të Kosovës. Por njëkohësisht edhe nga Shqipëria ka qenë edhe Farku, 2 ushtëri. Ata kanë qenë... Paralelisht. 1997-ën UÇK-ja më shumë në përfshatra. Duke zmaluar çdo ditë e më shumë. Masën e ndikimit. Po, në 1998-ën ka nis konkretisht shumë forcë e madhe. Qatër kur ndodhi. Po, në qytet Timin,
Domethënë ka nisë në për fshatra, jo në për qytete, a kupton ajo? Në qytetin tim, Rahovec? po Rahovec, në pikërisht në Gegje, në Ratkoc ka qenë sulmi i parë. E cili aty në Bellacerk, aty u plagos edhe një profesor im me bjemër Kelemendi, profesori i lëndës anglishtës. Me 17 Mua më intereson jo datat, vitet, mua më intereson detajet ti si fmi, momenti kur kanë marrë nga shtëpia, kur ju kanë çuar në kampe, çka keni përjetu, çka keni parë. Ata them. Domethënë, me 17 korik, 1998, ka nisë shumë lufta e bukur, domethënë këtë rregull, por forcat të sërbe, domethënë nifen si në Ballkan ose në Evropë janë fuqia, superfuqi, se ata, domethënë 50 vjeta, 100 vjet, ç'kjo. Tani ka ardhur superfuqia edhe Arkani vetvetiju, kriminali, ka ardhur në qytetin ton. Arkani. Ai vetëm ka vrarë, domethënë edhe ka vjellë. Tani, kur ka ite ne kemi qenë ditë ka pas shumë vrasje, shumë ekstrem vrasje, domethënë civil që janë vrarë, jo ata s'kan luftu me ushtrinë, ata kanë luftu me civil, gjithmonë. Masakra. E tani unë çka kam bërë, mas 3 dite që kemi menduar që UÇK do ta merr këtë qytetin, po çfarë bënit ju nëpër shtëpia ishit? Shtëpia po. Brenda të mbyllur. Brenda shtëpia të mbyllur. Si ju vinin ju informacionet? Po ne dëgjoheshim bambi, domethënë. Si bambi, me llaf populli apo kishin në një mjet komunikimi? Pa nuk ka, duhet me dalë, duhet me ik. Edhe ne kemi ikur në... Ta gjëra ju intereson populli që se kam përjetu luftën se vitet ta i lexojmë nëpër libra. Si keni komunikuar ju ndërmjet njëri tjetrit, nisi lufta? Komunikimi i cili është... Duhet të bllokoheni nëpër shtëpia, si e keni marrë vesh që duhet bllokoheni? Pa UÇK-n e kena pa që ka inë në qytet. UÇK-ja jonë. Ushtrinë e keni parë, Ushtrinë tonë, domethënë për me marrë qytetin, po s'ka fatkeqësi s'ka arritur se forca... Si e keni njohur që ka qenë UÇK-ja, si... Pa kemi njohur se na kena di shtabin ku e ka, familjarët e tanë kena pas, jo në orientum bashkë asaj, ndoshta. Ka pas veshje mas shumë të gjermane. Gjermane, po, Gjermane. Edhe amblemën UÇK-s. E UÇK-s, Edhe kemi njohur të gjithë. E kemi njohur sepse unë shkojsha, babi im ka pas bashkëpunim të madh me UÇK-n ushqimore, se na kena pas magazina ushqimore. Tani UÇK-ja kur ju vinte juve atje, ç'a ju lajmëronte UÇK-ja? Që kanë nisë na gëzu, kur s'kena pa domethënë me luftu është gëzim, po mas 3 dite. Ama si ju nuk më kupton detaj, prekja reale, real touch. Unë kam pa era parë që kam pa që ka ir UÇK-ja, kam pa të ndjerin komandantin Aslan Kleçka. Ku e ke pa? Ku ke qenë ti? Kam qenë në shtëpi. Në shtëpi? Ka qenë WC-ja aty, e ka qenë aty një ujë që lajmë i duhet. Ke qenë ti duke i la duart? Po, edhe kam pa kerën e ti, ka qenë si një lidin. Nga dritarja? Jo, nuk ka pas as muret, shumë pak muret, edhe ai ka ardhë me durpina dhe me kerë, ama i veshu si Muxhedin. Shi se po tregon shumë real touch histori, si e ka pa ky me sytë e vetë. Po, edhe ai ka ardhë, edhe ka qenë i veshu si Muxhedin. Po, Muxhedin. Po. Edhe ka me një pushkë shumë të madhe, domethënë, edhe është gëzim i madh kur ta sheh ushtrinën tonë. Domethënë, mbas gjithë ato përjetimet tona, gjithë ato maltretime tona. Tani ti në ata momente ç'a bëre kur e pe? Gëzimi shumë i madh. Po jemi mbyllur në shtëpia, se nuk kemi sepse gjujtje kanë qenë, nuk kemi ditur prej kujt po vinë. A kupton? Jo për UÇK-s. Si e përjetova atë gëzim? Ma shpjego pak ti. I pa përshkruar. Sigurisht. Ma tregove të gjondet, ç'a kishe versi, ç'a po bëje. A mund ta them diçka? Nëse jemi mbyllur në një shtëpi, pa bukë, pa ujë, 100 ditë dhe ti më dal çfarë të bëj? Për shembull, çka e thu vetes? Ju sa ditë ishin të mbyllur? Ne jemi kon të mbyllur në shtëpitë tonë gati një javë. Një javë të mbyllur në shtëpi. Po, shtëpi. Dhe në kryet një javës ti lan duart dhe vetëm kur shef. Çat ditë e kemi pa, tu la duart e kemi pa hyrjen e UÇK-s. I pari ka inë i ndjeri dhe ka vdek. Aslan. Jo, i pari që ka inë Rahovec, domethënë sipas histori që ka mbet është Abdullah Bugari. Tani ata pasi hyn, që i pa e ti që hyn. Po, ai ka vdekur, domethënë e kanë vrarë. Po, është dëshmor i parë në qytet, në fshat. Po, okej. Ç'a ndodhi? Tani ne UÇK-ja mas vesh ka lamru. UÇK-ja domethënë ka lamru vesh mas vesh mu mbyll të gjithë në shtëpia. Okej. Edhe mu mbrojt sa më shumë në shtëpi. Në shtëpi, po. Mosisht në podrume, nëse ka dikush, sepse ka me pas gjuajtje. Ti kur je me familjen tënde në podrum? Kam qenë në podrum, jo, në salon. Në salon. Po, shkum të agje im. Të gjagja im, se agje ka pas,
ma shumë poshtë, adin një metë, ma shumë podrum. Ka qenë një loma poshtë. Po babi jot në atë kohë qa bënte? Babim ka qenë organizim, do më thënë, organizim e UÇK. E kuptoj. Po, e tani që ndodhi, mas një jave që e pam na që ushtria sërbe mori qytetin komplet, edhe tani ne ikëm në Malishev. Si ikët në Malishev, si u morën? Jo, me makinën tonë ikëm në Malishev me makinën tuaj? për mu refugjat. E vendosët vetë ju, apo ju a erdi lajmi? Lajmi mu largu. Kush mos mu largu. Brenda 3 dite janë vra, më duket, mos kosha i gabuar, civil janë vra afër qytet, mendoj afro 500 veta. Wow, dhe më thënë ti pop 3 aty shemu me familjen tënde dhe juve? Po ka, kompohën e një Ibrahim Durguti, më tonë Ibrahim Durguti, shumë, më falë, Ibrahim Durguti, ato e kanë vra afër sytë e mi, me dullë thire taja, prej një largësie, mendoj 1 kilometër e gjisë. Wow. Po. Dhe më thonë ju pas keni pas faqë që ti ke shptu edhe ja gjallë Jo, prit një sekund. Tani unë e rrugës kam pa shumë të vdekur. Si këshu në për rrugë? Po, rrugës. Ua, shkurta shi që a thot. Po, shumë masakra. Tani në Pas Malishev... kishit ju frikë që po shkonit me makinë prapë? Po, nuk ka, është jeta ose shpëtim. Jetë ose vdekje? Nuk ka, ti vdekin e ki pas çdo sekund. Sepse gjuhet jetë, më të ti ki pas edhe fshek që të kënë kalu i ki pa. Ua, i këtë ditën apo natën juve? Ditën. Malishev dhe Malishev, kur kina ik të Rushdi edhe Refki Hoti. E cili na imi njoftur, 1-2 muaj përpara babim ka po biznis me atë ushqimore. Edhe fati, po. Por, aty, basi 2 jave, forca sërbe e morën edhe gati ishin të marrë dhe Malisheva. A kupton? Edhe zoti shtëpisë në ata dëgjo, shtëpia e juaj është, ama unë du të me shku, du të mu shpërngull, sepse pe marrin edhe qytetin tonë. Nëna e tyre, tha, une s'do dali për shtëpies. Mashallah. Nëna e tyre, dhe më thënë familja ta shijoj pavarësinë dhe lirin. Edhe ne ikim prej aty, ikim në Përbisht. Nuk e di, në Përbisht është afër Mamushës, afër Leshanit, në fshat Suarekës, edhe aty nuk e ka marru emri familjes, po e përshëndes nga zemra cilet janë ata. Në Përbisht kanë qenë njerëz shumë mikpric, e morën edhe atë fshat, Serbia. Tani ne ikëm në Rrugov të Hasit, një të zaki babait tim, Nasip Thashi. Edhe aty kina nejt 2 javë. Ola, po ti nuk më përshkruan pak shembull, ja keni net në përshpia, 1 javë të mbyllur. Po si kanë qenë ata mbrëmjet e juja? Shumë, ato mbrëmje kanë qenë... Dëgjimi të shtënave. Ato mbrëmje kanë qenë antë, do më thënë, çdo sekond ka mujtë paramilitar dhe militar, ushtëria sërbe me hinë çdo sekond me krah. A keni dëgju të shtëna mbrëmjeve? Të mbërtitura njerëzish? 24 orë. Do shta 1 metër, 2 metra larg neve e kanë masakru dikon fati. Ua, dhe me thënë, 1-2 metra larg, edhe juve si janë fut të juve. Fati. Po këshu vetëm e të shtëna, po edhe i kanë djegë, i kanë kanë bërë? Si 50 veta me një salon, e kanë gjujtë 2-3 bomba, janë vra, ose dil një rënd, një ka një dhe bam, e tani kanë kallë disa. Tani prej Rrugovës ka lamru në televizion, sërb që ka qenë atër, ka lamru kryetari që ka uzurpu vendin, i komunitetit sërb, kush s'ka bo, kush s'ka qeni me UÇK, kush është paq kinse, mundin e më këthu në qytet. Babem ka qeni lidhur me UÇK-n, edhe ne ajta provojmë fati po këthejmë në shpitona. A kupton? Edhe në Bellacerk, Fortes në kanë lishu. Në kanë lishu mirë se erdhet... Në përshpia pa me marrë vesh informacion, që ndodhet? Po, do më thënë, duke besu hajtë se s'na gucin, adin po këthejmë e shpi. Po këshu plaçkitja kishin ndodh, ndërkohë që kishin bërë shpite juja? Ka shta të rgoj. Kur kemi në rampën e parë, aty na pritën kinse mirë. Edhe shihet në Euronews ka ende ajo, inshallah ata që e di në ta shpërndajnë këtë video, e ka ushtari UÇK-s mentor Veliu e ka këtë video, e di. Në posbloqin e dytë, në hyrjet e Rahovecit, aty ma kanë marrë babën të. No! Sërbi, kriminali Trajko. Edhe që ndodhi aty? E kanë, ku gjo, në tha neve, a dini me gra dikush kerin? Në e tham jo, unë e disha me gra. Ta lere këtu makinën, se ishim makinë edhe një si
si me thënë, kulica, po si me thënë, që mund me edhe 20 veta, me 30 veta. Po, pre kulicë mbrapa. Po, pre kulicë, bravo. Edhe, qau bo puna, ma kanë marrë babën, 2 javë, 3 javë e kanë mbajt në burg, e ta ne kanë gjujt jashtë. Edhe një njeri e kanë gjujt, kështu, si vdekur. Tani një plak e ka gjetë, e ka pru me kulicë. Po e kanë gjujt në fushë, në lumë? Rrugë. Si vdek. Tani njeri me kulicë e ka gjetë, edhe ka pru shpitone. Tani, unë se kam mujtë me njovë qatë që e kanë rafur, se kam mujtë me njovë babajnë, tani kur qa u ndodhë... Lab! Apo më dëgjon, mami im ka pas 34 vjetë. Papi im... No! 60, edhe... Moj po shife qarë thot. Po, e tani... Ja kanë gjujt babë për jashtë nga burgu shumë rrugë si kur me qënë gjësend. E tani mu më thot babi im, thot dëgjo, shkote... Merë të akoma fryma? Po. Më tha shkote të nesërme, më tha shkote... Kena bashkëpunim me një profesor atje i Prizren, se me gjyshin, kena ecë... Atë shumë e kishin rafta? Po. Tani, s'ko mujtë me njofë që nga ftyra, s'ko gjohë. Po, tani më tha shko edhe të nipi doktor Riza Abdullahu, ta të jep edhe profa edhe paret edhe ik, barëm një person me shpëtu për familjes. Mos më mbluth shpia. Edhe une autobus më pranojshin, mu se du të me pas 16 vjetë. Po. Sa vjetë që ishe tjetër? O, mër labë sa i vogël e ke pa babën ashtu. Edhe aty, më thonë, aty, unë mora për rrugën, dhe më thonë, duke kalu Serbien, nuk më pranojnë të autobusi, po një gruja ka qenë shumë me pesh, më tha do të qesin kule time, midista vetëm e të shpeton kequni. Edhe se, thash pse, ata tha babi ju, tha, që ka shitura afërmeje, tha, gjithmonë ta më ka pru lëngë, më ka pru tomë, ta shohë fanderës. Edhe tani, Ungari kemi nejt një 2 javë, ka arë gjagjë imi ndjeri Avdyl Regja. Jo, vetun. Vetë. Ka arë gjagjë imi pre Austrijës. Dërko baba në shpismur. Po, baba, nëna, vlau dhe motra. Edhe tani, në Ungari ka arë gjagjë imi më vizitu, i cili ka qenë me letra në Austri, ndjeri Avdyl Regja. Dhe bas 2 jave, na kemi gjetur një rrugë si me kalu dhere Austri. Më tonë kemi ecë... Si rrugë malore? Malore. Keni ecë në kam? 22 orë. Në kam e keni ecë? Po, 22 orë. 22 orë keni ecë rrugë malore për kalu nga shtetë në shtetë? Ungari u Austri. Natën? Bas dite dhere natën. Austri në kanë lënë me një pjesë, një fshatë të Vienës. Po si e një orientu aty më për? Ka qenë ata punëtorë, ata që nga dërgojnë. Kishtë njërë që dërgojnë që nga pagu 3.000 marka këmë pagune. 3.000 marka për person? Për person. Dhe më thonë, 22 orë rrugë malore, 3.000 marka për person. Unë e ka majtë një familje... Si keni pas siguri? Po s'kena pas zotin me zotin. Dhe më thonë, ju pas siguri vetëm pago 3.000 marka i kalor, rrugë malore, nga kufi në kufi. 4 veta që në kanë orientu ku me qishmes. Edhe që ka qenë ma i keqe, ka qenë një ura, një licen, edhe natur, shumë kohë gjatë nuk ka kalus dikush, me kalu dikush. Dhe aje që drejtoj ke rrugën, më tha, dëgjo, këtu nuk ka siguri që ka poshtë. Nëse bini dikush, qao. Edhe unë e majsha një fëmijun edhe një familjes. No, la, 15 vjeç atë. Edhe ta një shpëtum gjithë, edhe këta grupi që neve nga ka dërgu dhere aty, nga ka lënë të Voreza, Vjen. Voreza të Austrianove. Edhe aty kena prit, derisa na vinë me na marë familjarët e tanë, një 5 orë kena prit. Të Voreza. 5 orë varez. 5 orë. Tani ka arë gjagjim, nga ka marë një 4 veta. Familjar. A kupton, dikush të, kemi qenë 30 veta ne. Që kemi. Tani unë e kom shku të gjagjim, kom net një javë. Austri. Tani kom shku të Samiri, në Austri të gjëgjaj tjetër. Ola, pa i momenti kalimit urës nuk më të Ka qenë shumë vështirë. Si ka qenë? Shumë ka qenë frige e madhe ka qenë. Mos mu bazot e koha, ora, data, mu bazot e momenti. Shumë frikë se kisha dy shpirta. Fëmijun që e mbajsha krah dhe shpirtin tim. Ishte shumë e zorshme. Po si e ka lut urën? Si ndodhi? Si e more guximin? Po ajo është ose jetë ose vdekje. Vdekje.
Po, e tani... A ishte shumë e thellët liçeni, apo? Nuk e di se nata. Shumë i gjatë ishte? Po, si jo, po. Ama këto kalu se ka qenë vetëm drurit. Natën, dhe më thënë. Drurit, po, drurit. A kërciste kështu ure? Po, si jo, lëvizki, dhe më thënë drurit. Edhe tani, në fyrt, Nürnberg, kur kom shku të Samiri, a e të nesërme ka qu të treni, të stacioni i trenit, edhe ko marrë treni për Nürnberg për Köln, të gjagja im. Gjagja i tjetëre, vlau i babaj tim. Edhe tani gjagja i Milaimi, falenderoj shumë nga zemra, nëse na dëgjon, edhe zonja Fatima. Përshëndetje gjagja Milaimi dhe zonja Fatima. Edhe tani ka prit shumë mirë, ata kanë qenë azilant, kanë jetu me një dhomë. Dhe më thonë, aj, qika e vetë, dhe dy djemë, aj menusen, kanë jetu me një dhomë, dhe më thonë, 3 me 6. A i fëmija vogël që ke mbajtë në krasë, Po nuk e baj me kush është në fëmiju, po... Se mban vend? Po, qytetit tim, po tani është, ka qenë shumë vështirë për mu, sepse kisha frikë. Sa vjeç që bia i fëmija atje tani? Nuk besoj që ka qenë nështë. Tani, a i ka qenë nështë 1 vjet, 2 vjet. Po tani sa mendon se do tjetë? Se ti sa vjeç je? Tani jam 42. 42, minus 15? Jo, dhe më thënë, minus 15 Se ti ke që 15 vjeç atë? E gjys, po. 15 vjet e gjys. Oke, minus 42, minus 16? 26, a i fëmija do tjetë tani 26 vjeç. Po, ama që është një 26 vjeçar tani, diku në përbot, që ti e ke mbajt në kra, në rrugën malore 22 orëshë në mes të natës dhe që e ke shtu në urë. Po, pa tjetër edhe rrugës e pasere dikush. Ka që fati jo që e ka pas fatin ati ndorë. Që është më rëndësi diçka, që është kisha frikë për shpirtin tim, mos për nes, mos për i poshtë, po më shumë kisha frikë për atë fëmijë. Sa e lezetshme. Po, kisha frikë më shumë sepse... A je kurios ta dish kush është ai 26 vjeçari? Pa tjetër, po s'kam pas me kontakt. E tani, që është më rëndësi, të nesëme kur kombrite gjagja i Milaimi në Köln, natë në ora 12, edhe ai tani, mas një javë më ka fut në punë. Një dita, ne ka kumaru mote, edhe aty kam të rrigu që jam punëtor shumë i malë, edhe më dërgojmë në punë, me punu me hilt, me thy betonin. Por, që është ma i keq që ma morën babën për sëri në burg. Pra, po, në gjondje të rëndë. Të rëndë e futën në nishë. Që i bje kjo në? Nishë në Sërbi. Tani ne kena dhonë shumë të holla me liru. Edhe kur ka arë në Zvicër me familje, doktori i ka thënë që ke jetë 3 deri 5 vjetë. Po pse ashtu? Për shkak rarjes, për që e kanë ra, që i kanë maltretu, e që i kanë... thënë që ka kalu gjërat më të mërshme. Edhe... A ju kanë thënë se qarë gjëra shka përjetua i atje? Po, mu më ka thënë. Apo... Qartë kanë? Që është ma e mire, kur aty ju në këthizi dullen disi vezët, edhe ka nisë me marrë një terapi. Edhe unë e isha duke punuar, edhe në Zvicër, se u ktheu në Zvicër, bashkimi familjar, edhe më tha babaj në telefon, tha, labe, edhe qa ka të re, tha, shka. Doktori më ka thonë që ka përparim shumë terapia. Por mas dhe dyte janë ndru terapinë për shkak se ruzat e kuqe dhe të gjalla, ruzat e kuqe dhe të bardha, kjo terapia e bëj këtë dëm në ruzat e, edhe kur ja ka ndru terapia nuk ka pas shpetim. Ama në fund kur ka vdekur, më tha, më të regunë doktorat më dhe 2 ditë, 3 ditë ka, une pata një parasul. Qa parasul? Dhe më të një parasul ataks zemre. Pata një, thuaj si një parasul, po se më të regoj lajmin doktori. Edhe kur i shkohet e aje, tha, që po mërzitesh, dhe më të tha, jo dule lodë e këtu, edhe i thash, pse po mërzit, më tha, ufa, më tha, ta e para punës ta e kam lë, do ta leo grujen shumë të re, me barë, shumë të rënë, edhe dyta tha, si akum drejt shpijen, 2 djemë, mu dhe vëllau. Edhe e kapi telefonin, edhe thiri babaj në vetë. Edhe aty, ta kush është aty, tha Bacauka, i ndjeri, Agja, i babajt tim. Ta bjerë ma ukën. Ta thuje, tha në ta fshin shpijen, thash, pse për thush ashtu? Dhe ta pastrën shpijen, tha, kur qohet ku foma ime, mos me pa shpijen të pa pasta.
Edhe ne s'kemi pas letra me dërgu kufonat. Dhe më thonë, i kena dërgu vetë kufonat. Të gjithë kemi mbetur aty, në të Zvicër. Mami im ka përjetu shumë keq, shumë gjanat. Por në gëzoj Zoti me djalin tim. Por përsëri probleme pas probleme se djali im është lindur para kohës. 7 muaj gjys, ka qenë okupator. Tani pas okupatorin rehabilitim, dhe më thënë, edhe 1 muaj më shumë. Mas daljes së okupator. E kisha, njëkohësisht e kisha dhe bashkëshorten gjatë asaj kohës që ishte me djali im në spital, se para kohës, e kisha dhe babajin e grujes në spital, i cili ka qenë me kancer. Ndërkohë edhe gruaja ka qenë në spital, cila ka pas një kisë në pankreas. Edhe ka pas dhe tumor në gjë. Edhe sot kësaj dite i ka shumë tumora, por janë beni, nuk janë mali. Edhe kështu jetë, po. Mashkull. Po. Po kap këtu shumë. Si e ka gjendjen ai tani? Duhet me bu kontrola e paseri, po mirë është. Qa më shumë shkëja, të falë që pjesë? Si unë. A më bu shumë rëzoni, shumë ndërrume. Si duket që është Bjonde? Bjonde, unë jam fanë zi Bjonde. Sytë kaltër ta. Mashallah, po fëmijët e juaj si kanë dalë? A zesh kanë si unë, kopja, vetëm që janë gjatë si dajt e mi, si afrimi. S'pas ka qënë asë njëri Bjonde, s'pas ka dalë? Kam pas shumë bullëzime, shumë kom pas me qmime, pa bab është shumë shtirë. Vetëm ata që janë pa bab, e din çka do të t'jesh pa bab. Qa bullëzime shke pas të ti si fëmijë pa bab? Po provokime, ti s'ke bab, ti s'ka kush me t'brojt. Ti muna me tre kur dush, ti s'ka kush me t'brojt. Gjitha gjë. Një pjesë e historikët. Nga shkolla, nga klasa, nga shoqënia? Gjitha, nga muzikantët, nga artistët. Nga artistët? Sot e kësaj dite besoj se... Po, jam bullëzu nga 2 artiste shumë të njohur. 3 në fakt, po a im ka kërku falje. Shumë. Jam keq përdorur shumë. Jam futur në kufone. Ata kanë futur për me bo shaka me mu. Në kohën kur kisha nevoj shumë për të ecur për para, për dikush më mbështet. Isha një azilant. Pa rrugdalje. Me të vërtet një labirin, pa rrugdalje. Kisha një talent shumë të madh, besoj. Dhe po, kisha nevoj shumë për mbështetje. Po, qaj talenti më kam bajt, sepse më kam bëllizu shumë. Kam kalu sfitat të të nërshme. Por, me besimin në Zot, falë. Kur vendoset me ishme? Jo, unë mire me muzikë për 5 vjeç. Për 5 vjeç? 1996 kam zonë vendin e parë Kosovë. Si zëri ma i mirë. Unë atër kam lindë. Qa muj ka qënë? Po, nuk e bëjmë. Po ka qenë ftoftë. E di që ka qenë Edhe ftoftë. unë në nëntërë. Po, edhe tani kam vazhdu shkollimin privat. Babi im nuk ka qenë, dëshira e tij nuk ka qenë me studiu. Si e një mbajtë e le? Falë? Financiarisht si e një mbajtë? Babi im ka qenë shumë i pasur, ka pas magazina shumë ushqimore me shumicë. Edhe, po brenda ditës, gjatë luftës, brenda 2 ose 3 ditë, kretu shkatru, kretu kallë, kretu vjellë. Më thënë, nëse në atë kohë kena pas kamiona, makina, ushqimor, dhe më thënë që kena pas, dhe më thënë, 1 milion marka, ajo për 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, më thënë, vjellë, shkatru, kallë. Për lufta nuk ju a kompenzon juve të gjëra? Jo, as nuk ka kompenzim as për burgosurit që kanë qenë, as për dëmet e luftës, as Serbia nuk e pranon, ala që ka bë dëme. Po.
Babai im ndjeri ka qenë burg edhe në moshën 16 vjeçare ku i ka rrjedhë një komandantin e policisë serbe në ato kohë, 1976. Po për shkak moshës që ka pas nër 18 vjeç, u liru mas 2 muaj, 3 muaj, nuk e di. Më thonë ka qenë një trim i vërtet, një besnik i vërtet, një punëtor i vërtet, edhe unë durëm gjithkush që ka folur për babain tim ka folur vetëm fjalë më të brillante, më fjalë më të mira, më të mushme. Por unë e falenderoj Zotin, e falenderoj nënën time që është gjitha nënat janë heroine, e posa që është nëna ime, cila në ka rrit, në ka shkolluar, në ka edukuar, në ka mësuar, edhe unë kërkuj si kam një hak interesat kuriq. Palesa vështirë. Po. Po, mami jo, akoma vetë është? Jo, jeton me mu. Më jo e ka fjallën, s'ka gjithë kështu një partner. Kur s'ka dash besnike. Kuriq. Kur besnike. Edhe kam provoku edhe për nanën, e bukur, anene, shumë gjëra, unë kam vojtë shumë jetën time, shumë. Po, Qa do kisha dash të thoje babit, po ta kisha? ufa. Qa do kisha dash të thoje? Ta thoje. Vetëm një sekund më jep Zoti mu si deri 3 sekonda ta shoh babën, këtë pasuri, kërret që kam, këtë kisha dhënë. Këtë. Edhe jetën time, ari që vdes. Vetëm 3 sekundë. Qa do kisha dash të thoje? Është shumë vështirë të jetosh pa babë. Në moshën. Se kisha barën dhe bisupet e mia, motrën, vllau. A ka qënë të një dhe një bëjt o babë kuje? Si jo? Shumë. Kjo është. A e thu sot e kësaj dite? Falë? A e thu sot e kësaj dite? Shiko, nëse nuk e, nëse e them që nuk ka vdekur për mua, dhe më thënë jam kundër Zotit. Po unë e sot e saj dite jetoj që është i gjatë. Ata sot e saj dite jetoj që është gjatë. Ka kalu pi 22 vjetë, po ende s'ka pajtohën me fatë. Po, s'pa ku hakun e akom nëzërë se me kom gjetë krimineri kush e ka marrë babajnë tim. Mas 25 vjetë. Mas 25 vjetë, po. Trajko, po. Ka qenë në media gjitha. Tani përjetimi me motrën time, edhe për shumë përjetime tjera. Kjo është. Tani, rrugës mami im, së bashku me Gjajin Sadikin, cili Avdili Gjajin tjetër e ka ndihmuar me të holla për me shku, me dal jashtë, me shpëtu. Edhe halastimi ja kanë vrarë burin, i cili u kujdes shumë babai im para te në Zvicër. E ka vrarë burin, e qerem sylkan. Ajo ka pas fëmijë shumë të vegjël, po ajo është një gru heroine. Tani burin e tezës time, në lagje e kanë vrarë, domethënë një biznesmen shumë i njohur, një ekonomist, një njeri shumë i ndershëm, shumë i respektuar nga gjithë Kosova, nga gjithë qyteti im Zeqir Hoxha. Edhe pikërisht në ditën e shlirimit qytetin tim, edhe gjithë Kosova, te zaku im i cili ka qenë vllau im, prek mina, edhe vdes në vend, 14 vjeçar, Jonuz Hoxha. Tani shumë antarë të familjes time, në fshatra, në qytet, sepse unë jam gjysër, mu me thonë që jam edhe katundar, sepse gjyshën e kam nga një katun Pataçan, edhe kemi sebepe gjithë katune, Brestoc, Ratkoc, Qifllak, Drenoc, Dzerdze, Rrugov të Hasit,
hoq vogël, edhe shukusht madhe, edhe kemi shumë familje tona, neve në kanë shumë antarë të familjes tonë në kanë ra. Edhe që është më e keqe që bas luftës, që ne kemi qenë pa dokumenta të rregullta, azil, ka pas shumë antarë të familjes tonë që kanë dekur, nuk kemi mujtë më marrë burime. Kjo është më e keqe. Po edhe pse s'keni mund të shkoni një varrim, kryesoja shpirti ka qenë aty me ato. Po sigurisht po. Po për prezenca fizike. Për shembull, mami im i ka vdekur vajza e vllaut, se është kapur në kamionin e biturinave, edhe ai pa dashje e shoferi e ka shkelur dhe ka vdekur në vend. Nuk ka mujtë me shku në varrime. Po, është mami im. Kjo është një që cila ka përjetuar mami im shumë keq. Për zotin mami im duket ka 700 vjetë. Sa gjëra ka përjetuar. Pas ka qofime shumë e fortë, si për kundra zi një rrath parë pa burri, në krah, pa shtyllën e shtëpisë. Po shqyqyr që ti ke pas një mosh deri diku, atëherë është llogarit moshë e pjekur, moshë adoleshencës, se kanë qenë të fortë meshkujt, nuk janë si këta që tani 30 vjeç akoma princesha janë. Jo, dëgjo, Zoti kur ta merr dikën dhe ta sjell dikën, që me ek mërzi. Mu më duket që mami im ka ek mërzi shumë kur është lindur djali im. Se ishte 3 muj, 3 muj dhe më thënë largësia predekjes edhe lindja djalit tim. Dhe më thënë, edhe është interesant si ai djali im na eke shumë mërzi. Zoti na eke shumë gajret, po sigurisht që ka qenë shumë shtesë se ishim pa shtëpi. Edhe kur u fitum letra, kur u kthim Kosovë nuk ishim ku me flajt. Nuk ishim shtëpi. Mami im flajki të tezaku im, të teza ime, të Kosovar Hoxha, bashkë me motrën tim edhe vllahun tim, kurse unë flajshat e gjagji im, Avdyli, her paseri flajshat e miqtë mi, i falenderoj shumë, Serveta, Mentori. Po lap, si arritët prap? Me qa punoje ti në atë periudhë, me qa merresh? Une punojsha sushi në fabrikë japoneze. Për qa moshe? Prej 22 shkurt, 2002-ën, kur ja kom nis sushi, kam punu 12 vjetë rregullisht. Sushi? Po, sushi. Po njëkohësisht edhe kam fshi natën. Kam fshi me një WC-ja, kam fshi me një 2 punt, edhe kam këndu kapak. Pa tjetër bre duhet na i Po, bërë ama sushi, se dhe jetë një çmallim. Unë me muzikë s'kam mujtë me mjetu, se muzikën kam vitë mu koni njohur, ka qenë shumë e vështirë. Po, bas një kohë, kam shit edhe kera, makina, vetura, kam punë. Si gjithë shqiptarët, me shkujt. Qa kohë e ke disë kështu tamam që të vërehesh kështu në muzikë? Qa moshe ke qënë? Ta thashëm në 5 vjetë, 6 vjetë, sepse kisha dhe babajnë. Dhe babajnë e kisha këngëtar. Po, jo, edhe se ka fjallën, jo kur ke nisë të meresh. Që, si them, e ke pas atë bumin tënd edhe pra të arsenal. Do të thënë, problemi nëse ka pëlluzu, nëse diçka më ka ndalë me ma shpejt karierë time ka qenë dokumenta. Do të thënë, ku pas dokumenta për me, sepse nuk mu isha për diasporës unë me reklamu prodhimet e mija, që e bësha. Por, fati mirë që ishte një universiteti popullor shqiptar në Gjenevë, edhe aty kanë qenë... është akoma i universitet? Po, është, ama nuk ekziston më ai universitet, më thënë. Ka qenë një Farhalili, një Farbekimi, edhe ata më kanë ndihmuar shumë. E kjo bësha muzikë me një Veliz Zeqiri, Driton Abdullahu, i Bujanovcit, Petritin, i Gjakovës, ja nisëm ka pak, po ka qenë edhe një prizrenit e në verë, nuk është që pasem, tash po haroj, edhe je kena nisë ka pak, edhe nërmar kish në 97-ën, kena pas edhe një grup raves, një grup me Emirin, me Zakirin, me Dëshuktemi, Bajramin, me Bekimin, Defrimin, kena pas një grup shumë të mirë. Aty po, tani në diaspor, une prej 2000, pak para se më ndek babi, ja nisa me bo muzikë, edhe njerë e bajmend, ka qenë ajo vetëm i televizion atër RTK-ja, edhe kur e pa babi më reklam, disa këngëtarë më tha, o vetëm e të pa tha njerë në reklam, anë e qëvdes. Ka pas shumë qef me arritu në arritjen time. Por,
Mas vdekjes babës e nisa fuqishëm me punu shumë. Pas ka motivu shumë. Po, shumë. Edhe, ku ka qenë spital, e bëra një album, edhe ja dërgova ati, adin. Osa u gësu kërë ka pa albumin. Tani, më thojshin do gje aloe vera, një lule, me mjalt, me alkohol, kjo e shëron, sa kena kërku. A i thoj, a keni gjithë bre, shala, zotim dimon, Ma ka qenë njeri fort, më thonë, me të regu doktorin pas 3 dite që vdes pas 3 dite, edhe me qenë, me thonë, anë që shkoj të zoti, është e vështirë, me të regu, me ditë që kime deke edhe 2-3 ditë, edhe mu pajtu me fatin edhe me qenë i fort, unë këto vetëm, në ora 1:15 të natës, më thonë, vetëm atë ditë, se mami më ka nejtë një mund në spital me atë, vetëm atë ditë e ka mashtru djali gjajgjaj tim, Samiri, që me shku me arë kjo shpi. Edhe Hana ka qenë këtë gjakosër. Edhe mami im nisi me kajtë jashtë, edhe në ora 1:30 da thire për marë spitali urgjent. Po gjysha ime ka arë për vizit në Zvicër. Gjysha ime ka pa dhe gjallë edhe kur ka dekë. Edhe ajo morë shamire vetë, ja lidhe këtu te kokë. Edhe kur e preku mami, ta që i ka i zeta nga trupi. Tani kishë një problem me gjetë firmat cilat qënë kufomën, ishte shumë vështirë për me pru kufomën. Edhe ne ka kushtu shumë shtrenjtë edhe aty, në atë sokohem mbi 14.000 euro për me pru kufomën, për me organizu, sa e ka, dhe me thënë, 14.000 franga, nuk e di atë. Tani, baba i timi kanë pas shumë njerëz borç, baba i tim. Tani, a i ka pas një gjë që nuk të regoj ke mama i tim, kush i ka borç. Edhe, tani kush ka pas shpirt, ka pru. Do shta dikush se ka pru, po s'di, zoti din. Po gjithsesi, unë besoj që nuk ka bab keq sot. Jo. Po. As ti bab s'është i keq për. Kena ujtë shumë, unë e vlau im, ufa. Edhe kur bën gabime, bëj sa atë Vlau gjithë im, për të unë bërë. ka pas 19, sa kom pas 19, vlau im ka pas 15, motra ime 11. Edhe ka qenë shumë vështirë, shumë. Tani pa shtëpi. E pale sa krenar është për të të. Inshallah. Ke siguru shtëpia që si ka siguru do taj. Po, ma ka... Ajna ka motivu, do më thonë, ajo që aj ka fol, do shta ka pas frikë për ati, se ka qenë një tip shumë nervoz, se pa drejtësi nuk e ka dash. Motivimin e ajti që më ka dhonë, unë sot jam ja ku jam. Do shta me babër kisha pas gjallë, kisha arritur shumë ma shumë, po... Tani ka shumë gjëra tjera, shpijen që kam dreq për djalin tim, një shoku im mi ka huauzu 20.000 euro, edhe më ka qitë në Gratsk. Si nga? Gratsk. Një shtëpi për 300.000 euro ma ka marrë për 20.000 euro. Atëherë? Po tash, jemi proces gjithso. Po. Sa të poshtë e ka njerësit. Kjo është. Tere më tani bodh, se s'muj ma shumë. Nëzore shumë për me, se s'ishte momenti, po jam. Po edin unë i besoj momenti, të kohës për atë zotë. Do shta ka qënë momenti që të shlirosh të ecësh fuqishëm këtu. Po, besoj që po eci, po. Mungon familje shumë. Duhet një takim me familjen, apo jo? Kush ke qefë që në vitë dhe të shifte? Mama? Pa tjetër.
Mos shumë ti Ali. Gjari vogël. Je më i lidhur me ata, a? Sa vjeç ishte i vogël? 15. Ajo është tani në moshën që ti atëherë. Beba. Beba. Pale si e trajton? Po. Që mos i ke mbujtjet që i ke pas ti. Nuk është jetë, nuk është lehtë jeta. Jeta është shumë një luftë, një sfidë shumë e papërshkruar. Jeta është si një dyqan. Sot shesi shumë, je gëzuar. Nesër nuk shesesh, nuk je gëzuar. Jeta është shumë e rëndë. Ne mendojmë se jeta shpresoj që kjo rinia ta ketë një jetë më të mirë se ne që kemi pas, që kemi këtë një moshë mesatare. Mërlap, nga një janë më mirë ata korat vështira se ja bëjmë burrat fort, se sa korat lekta se Atër ka qenë besa, shumë, besa e madhe dhe fjala. Sot më duket një qikë që ka humbur besa dhe fjala.